Forca e sigurisë së Kosovës ka marrë përsi për rol të rëndësishëm për zbatimin e planit të paqes për Gazën e shkatëruar për shkak të luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Edhe vetë presidenti amerikan Donald Trump tregoi se po llogarit në trupat kosovare si pjesë të forcës ndërkombëtare stabilizuese. Autoritetet në Kosovë po shqyrtojnë kapacitetet ushtarake që mund të dërgohen në lindje të mesme. Mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë se gatishmëria e Kosovës për dërgim të trupave në Gaza tregon mirënjohje ndaj amerikanëve. Mendoj që veprim I dur duhet shikon modalitetin përgjithësi, se çfarë force do dërgoj Kosova, për shkak se Kosova më tutje është në konsolidim të sektorit të mbrojtjes. Vrajolli liston aktivitetet ushtarake për të cilat FSK-ja do të mund të kontribuonte më së shumti. Gamë të gjerë të ekspertizës, një nga fushat që është investuar më tepër është në mbrojtje civile, siç dihet konflikti në Gaza ka rezultuar me dëme të theksuara në infrastrukturë, kështu që mendoj që PSK mund të ndihmojë në këtë fushë. Pastaj deminimi është një ndër specialitetet që Forca e Sigurisë së Kosovës ka të zhvilluara. Sipas tij, një përvojë në Gaza do të ndikonte për një FSK më profesionale. Absolutisht, do thotë FSK-ja nuk mund të ndërtohet si strukturë në kapacitetet të cilat ne presim të ketë pa pjesëmarrje në për misione të ndryshme, dhe kjo do të ndihmojë jashtëzakonisht shumë FSK-s për mi ndërtu kapacitetet. Plani 20 pikësh I presidentit amerikan për paqe në Gaza u pranua në tetor nga Izraeli dhe Hamasi. Plani parashedh themelimin e bordit të paqes ku Kosova është antare themeluese në mesin e 27 shteteve.